Ndërkohë, erdhi edhe deputeti Kapri nga protesta. Atëherë, përshëndetje, protesta vazhdon. Jam informuar nga kolegët e opozitës që janë brenda që Taulan Balla kërkon që të bëhet me dyert mbyllura. Dhe pas një arsye, ndërkohë që është thënë që përderisa i është drejtuar kuvendit, pse mos ta dinë të gjithë deputetët? Taulan Balla thotë jo, me dyert të mbyllura, dhe kjo është skandali tjetër. Dhe është e qartë që këtu ka një plan. Plani është që çfarëdo gjë që thot prokurori në këtë sallë të mos bëhet e ditur. Njerëzit të mos mësojnë për aferat e dosjes Balluku. Kjo është plani. Dhe për më tepër, të shfrytëzojnë gjoja pushimet dimrore të parlamentit, që të mos vliden më dhe të mos votohet në parlament, ndërkohë që të hënën mund të vi kërkesa në parlament për të hequr imunitetin dhe prokuria të bëjë punën e vet. Pra ky është plani. Është komplet një plan djallëzor, për shkak sepse duke mbrojtur Belindën, në fakt duan të mbrojnë Edi Rama. Sepse nga dosja ka dalë qartë që Edi Rama është i përfshirë, është urdhërues. Sepse atje thuhet që biznesmeni ka folur me kryeministrin që ta marrë tenderin, dhe ai e merr tenderin. Ka më fakt se kaq. Dhe kjo është e tmerrshme. Imagjino ti je përfaqësues, deputet, e të mos jesh në mbledhjen e parlamentit. Çmenduri. Këta flasin për një Shqipëri europiane. Këta, Shqipëri europiane me Taulan Ballën. Imagjinoni pak. Tani, në lidhje me tentativën që po bëjnë për ta shtyrë sa më shumë, për ta zgjatur sa më shumë, sepse qartësisht është thjesht, Belinda Balluku nuk do të ikë. Dhe këta nuk e mbajnë dot në fakt, dhe kanë një problem të jashtëzakonshëm. Belinda Balluku thot, unë nuk iki, unë ju marr me vete. Ky është mesazhi i qartë për Edi Ramën. Tani, për të shpjeguar se do dalin në të gjitha media do gënjejnë siç bëjnë partit. Procedura erën e fundit kur kërkua heqja e mandatit, heqja e imunitetit të Sali Berishës ka zgjatur 8 ditë. Në datën 13 ka ardhur kërkesa në parlament, në datë 13 dhjetor, në datën 21 dhjetor është votuar heqja e imunitetit. 8 ditë. Tani këta kërkesën për Belinda Ballukun duan ta shtynë me muaj. Praktikisht duan si leqar që janë, duan që de facto mos të marrin vendimin për mbrojtjen e Belinda Ballukut, po e mbrojnë, do ta mbrojnë duke përdorur këto pretekstet, jo dimri, jo festat, jo nuk ka seanca. Belinda Ballukut i duhet hequr imuniteti. Spaku kërkon arrestimin e Belinda Ballukut. Dhe parlamenti duhet sa më shpejt të votoj për heqjen e imunitetit të Belinda Ballukut. Po bëjnë gjithçka, por në fakt janë tentativa që thjesht e rëndojnë gjithmonë më shumë Edi Ramën dhe këtë maggjorancë. Është e qartë që këtyre u ka ardhur fundi dhe siç e thash, kjo nuk është një gjë që po ndodh në Shqipëri, nuk është diçka që ka të bëjë me fatin e Belinda Ballukut apo të Edi Ramës. Ka të bëjë me fatin e Shqipërisë. Është vendosur në perëndim që Shqipëria nuk mund të vazhdoj të jetë parajsa e të korruptuarve, parajsa e krimit, një vend ku nuk sundon ligji. Është vendosur, e njëjta gjë ka ndodhur në shumë vende të tjera të Europës së Lindjes. Shumë kryeministra të tjerë kanë përfunduar në burg, kanë përfunduar para drejtësisë, nuk ka ndodhur shekullin e kaluar, ka ndodhur tani, para 10 vitesh, para 20 vitesh. Dhe sot po ndodh edhe në Shqipëri. Ky është fundi i tyre. Këto janë thjesht tentativa për të mbijetuar, por nuk kanë për t'ia dalë. Nuk kanë për t'ia dalë. Por ne duhet të qëndrojmë këtu, duhet të rezistojmë, duhet të vazhdojmë të rezistojmë. Tani jemi duke pritur që Këshilli i mandateve
të na lejojë të hymë dhe të marrim pjesë siç na takon sipas rregullores. Kemi bërë një kërkesë për të marrë pjesë në këtë këshill dhe siç e tha dhe deputeti Kapri, Taulant Balla që vendos gjithçka në emër të Edi Ramës. Taulanti e kanë fjalën për atë Taulantin, Taulant po duhen 100.000 euro. Ai Taulant është, i ka dhënë urdhër, mos lejoni asnjë që të hyjë. Sa më pak duhet marrin vesh se cila është kërkesa e prokurorëve, cilat janë provat e prokurorëve dhe cili është pretendimi i tyre. Kjo është çmenduria. Ndërkohë jashtë vazhdon protesta, ju ftojmë të gjithëve. Janë me qindra qytetarë që janë mbledhur poshtë, mbështetësit tanë, po edhe të shoqërisë civile. Në fakt, po bisedoni me Agronin nëse do shkosh. Po s'më lënë të futem. Pse? Po s'më lënë. Jo të lënë, se s'marrë, nuk është marrë vendim. Shko të lutem. Atëre, por ju unë të dera e... Po. Por ju unë të dera, jam në Facebookun e Agronit, ndërkohë që Agroni po del poshtë tek protestuesit, për të mbajtur edhe një qendrim atje, në respekt atyre qindra qytetarëve që kanë ardhur, për të kërkuar një të drejtë, një standard, ku çdo zyrtar i lartë, momenti që ka një akuzë nga prokuroria e ngritur me 140 vota në parlament, të mos ketë imunitet dhe të shkojë të përballet me drejtësinë. Tani nuk është vetëm puna sepse këta po mbrojnë zonës kryeministren Balluku. Puna është që këta me dhunë kartoni duan që nesër kur të vi kërkesa për Edi Ramën të veprojnë njësoj, që mos përballet me drejtësinë. Madje beteja ndaj spakut të drejtësisë është shumë herë më e rëndë. Të gjithë drejtorët që sot janë në burg ose me arrest shtëpie, me akuzë zyrtare nga prokuroria, ende Edi Rama nuk i shkarkon. Janë formalisht në detyrë. Dhe formalisht ata ende mund të firmosin për tendera. Imagjinoni se çfarë skandali është kjo. Ku kemi arritur? Ku kemi arritur? Por mjafton ta shikojmë këtu. Pra, këshilli që ka 10 antar në mënyrë të barabartë ose të opozit, pa shumicë, që drejtohen kryetari i kuvendit, gjithmonë nis me dyert të hapura. Kushdo deputet që nuk është antar mund të vijë të marrë pjesë, siç merr pjesë në seanca, siç merr në pjesë në komisionet e tjera parlamentare. Por na ka ndaluar me gartë të mos hyni brenda. Dhe cila është arsyeja? Arsyeja është që ne nuk duhet të marrim vesh se çfarë thot prokurori për dosjen, sepse do të mbahet sekret. Sepse çdo ditë në media po rrjedh një akuzë e re, një vjedhje e re. 7 lote kishte Unaza e Madhe e Tiranës, të 7 lotet janë vjedhur. Të 7 lotet janë vjedhur. Flitej tani në relacionin e prokurorisë, flitej edhe për një koncesion. Flitej për një koncesion. Por me sa duket e kanë marrë vendimin që të mos futemi.